Dy fëmijë të moshës 16 vjeç po mjekohen në Spitalin Universitar të Traumës pasi mbetën të plagosur me thik në gjoks, si pasojë e një sherrri të dhunshëm mes disa të miturve jashtë gjimnazit Ibrahim Rugova. Sipas informacioneve, njëri prej tyre ndodhet në gjendje të rëndë të shëndetësore pasi plaga i ka prekur mushkërinë. Mjekët dyshojnë se goditja ka prekur edhe zemrën, por pritet të kryhen ekzaminimet për të dalë në një rezultat përfundimtar. I mituri tjetër ka po ashtu plagën në gjoks, por fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Përveç dy 16 vjeçarëve i plagosur mbeti edhe një bashkëmoshatar i tyre, i cili ka dëmtime të lehta. Personi që goditi me thik fëmijët është shoqëruar në komisariatin e Kamzës për të marrë në pyetje, teksa efektivët kanë shoqëruar 10 ranëzënës të pranishëm në vendngjarje, apo që mund të kenë dieni për konfliktin për të dhënë deklarime. Policia thotë se sherrri ndodhi për motive të dobta, por nuk sqaron motivin në rast se ishte mosmarrveshje e çastit mes të miturve, apo nëse konflikti mes tyre ka nisur më herët, qoftë në ambientet e shkollës, apo siç ndodhi rëndom në rrjetet sociale.